kem fillu dhe që do të vazhdojmë me ciklin e ligjëratave për familjen dhe rreth familjes. Sot do të flasmi për prindin si model, jo vetëm një prind si udhërrëfys që din vetëm të këshilloj me gjuhë, mirë po kemi nevojë për një prind që këshillon me vepra, sepse mësimi më i madh mirret nga të pamurit, jo vetëm nga të folurit. Njerëzit ndëgjojnë me sytë e tyre, sepse shpesh nuk kemi nevojë me ndëgju çka po thu, unë jam duke të pa çka je duke vepru. Një nga amanetet më të mëdhaja që Allahu Gjallëshanuhu e Gjallë Gjalaluhu ja dhuroi familjes, ja dhuroi në veçanti prindit, është evladi. E këtë evlad, Allahu Dhul Gjelal amanet ta ka dhënë. Dhe Zotën dikun thot, këtë vajzë ta kam dhënë amanet ty o prind, kujdes, kujna po ja dërzon amanetin tim që ta kam besu vetëm ty. Prindi në Islam nuk është vetëm udhërrëfys, nuk është vetëm këshillues, nuk është vetëm kontrollues, por mbi të gjitha është një model jetese, shembull i gjallë i fejes, i adhëut, i moralit dhe i sjelljes. Fëmia nuk rritet vetëm me atë që i thuhet, por më shumë e më tepër ai apo ajo rritet me atë që shef tër ditën në ty. Fëmijët sot po rriten me trop, por po zvoglohen me formim fetar, adhëtar, moral e gjëra do thot ngjajshme. Hajnë ushqimet, por kanë uri të madhe për dashuri, për bisedë, për një harmoni, për një lumturi me prindërit e tyre. Në moment kur ti mungon fëmijës tënd, mendjes së tij i vin 1000 mundësi të reja, të kapshme, të arritshme që ta humb identitetin, formimin, moralin, fenë e adhëun. Në moment kur t'ju mungosh syve të tyre, mendjes së tyre dhe syve të tyre, ju shfaqen me mira mundësi dhe pamje të neveritshme që e degradojnë fëmijën tënd. Fëmijët nuk kanë nevojë vetëm për rroba të reja, as për para shumë, por fëmijët kanë nevojë për pranin e prindit që kultivon atë dhe dashuri, që kultivon fe, që kultivon dashuri e familjarizëm, njerëzillak e edukat. Fëmijët nuk kanë nevojë vetëm për këtë, por kanë nevojë që t'i zbulojsh të mirat e tyre. E në moment kur t'i zbulojsh të mirat e tyre, aftësit e tyre, përparësit, t'i kultivosh, t'i ndihmosh dhe të bëhesh një krah i fort i sukseseve të tyre, sikur që në të njëjtën kohë të ndash kohë me fëmijën për ta zbulu çdo defekt të mundshëm që mund ta kenë fëmijët, apo ta kenë përvetësu nga rruga, nga media, apo nga një pamje e neveritshme, e ti të bëhesh një mësues i mirë për t'ja largu atë ves, apo atë pamje të neveritshme, e ta mbjellësh një ves të mirë, të shkëlqyeshëm. Prindi sot e justifikon mungesën në familje për shkak të angazhimeve të tij. Nuk është e vërtet. Është mashtrimi vetvetes që ja bën prindi në raste të këtilla. Shokët e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam hapnin botën, por ktheheshin te familja për t'u zgjeru zemrën, për t'u mbush me dashuri,
me lumturi dhe me udhëzime për jetën e kësaj bote dhe për botën tjetër. O prind, mos e justifikoni mungesën për shkak të sigurimit të riskut, sepse shumë i keq, ama fort i keq, është ai risk që i dhuron umetit trupa të ushqyer, por me moral të shturur dhe të dobët. Shumë është i rëndë ky risk, për shkak të kohës dhe rrethonat, fëmijët e tonë kanë nevojë për prezencën tonë si prind, ma shumë se që unë edhe ti një ditë kemi pas për prezencën e prindërve tonë, sepse rrethonat kanë ndryshu edhe po ndryshojnë për çdo ditë. Është një thirrje e kësaj xumaje që ne me ju kthy shtëpive tona, me ju kthy fëmijëve tonë, që të shlirojmë veten nga disa angazhime, ta ndalojmë nga çdo sukses që ja kemi qitë vetës synim personal, por ta bëjmë për hatër të fëmijëve, për hatër të ardhmës së tyre, sepse mesazhi islam është në atë moment që të bëhesh prind, mbaroj karriera jote, krejt fokusin duhemi t'ja drejtojmë evladit ton. Krejt fokusin duhet t'ja drejtojmë evladit ton, sepse lutja e fëmijëve tanë, pasi që të vdesim, do të merë kuptim pesh edhe do t'jetë vlerë për neve. Kur ne i kemi eduku mirë dhe ua kemi dhënë udhëzimin e mbarë, një ditë kur nuk jemi fizikisht mbi sipërfaqen e tokës, ata dhe ata 5 herë në ditë në namaz dhe jashtë namazit do të thojnë: o Zot, falje prindin tem, o Zot, më shëroje babën dhe nanën time, o Zot, bëja nasib xhenetin atyre, i madhi Allah na takon aty ku nuk ka ndarje, ku nuk ka dhimbje dhe nuk ka mërzi. A do të merr peshë të madhe kjo dua që ne i kemi eduku dhe përgadit fëmijët e tanë. Prindi është shkollë e parë për fëmijën. Profeti thëjke, çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e vet. Prindrit ja japin atë orientimin. Ndikimi i prindit është vendimtar para se fëmija të shkojë në shkollë. Shkolla, xhamia, shoqëria i japin orientim fëmijët, i japin formësim fëmijët, mirë po formimin parsor fëmiju ynë e merë në familje. Ne në shtëpi i mësojmë fëmijët e tanë si të flasin, si të respektojnë, si të sillen, si të falen. Nëse fëmiju im nuk më shemu që flas bukur, pastër, një shqipe të mirë, pa ofendime, pa mallkime, edhe ai do të fletë kështu. Nëse më shef që unë do të respektoj prindrit e mi, edhe ai një ditë ka më respektu mua. Nëse unë sjellem mirë në shoqëri, edhe ai do të sjellet mirë në shoqëri. Nëse më sheh mua duke u fal namaz, edhe ai një ditë do t'ju bëhet pjesë e jetës tina namazi. Ama nëse unë jam indiferent ndaj këtyre gjërave, fëmiju edhe ma shumë do të ketë mundësi për çthurje dhe çoroditje. Shpesh së dankohen, pse fëmijët nuk falen, pse nuk po flasin mirë, pse nuk po japin respekt. Është një mungesë të fëmijët, është një mungesë të prindrit. Fëmiju nuk kopjon vetëm fjalë, fëmiju kopjon mas shumë ti vepër që sheh me sy. Nëse prindi gënjen, edhe fëmiju ka me gënju. Nëse prindi fal namaz, edhe fëmiju ka me falë namaz. Profeti alayhi salatu wassalam ishte shembull i edukimit, sidomos për familje. Si ishte? Ishte i butë me fëmijët, ishte i drejt dhe i pa-anshëm, dhe ishte i qëndrueshëm mes fjalëve që i falke dhe veprave që i realizojke.
Enesi radiallahu anhu tregon, thot I shërbeva profetit Muhammed 10 vite, por kur nuk më tha pse e bëre kët, apo pse nuk e bëre atë. Fëmijët nuk edukohen përmes qortimit, përmes ngritjes së zërit, e përmes thuprës apo dorës. Fëmijët edukohen pa thënë asnjë fjalë përmes veprave tona. Prindi shumë sfidohet sot. Fëmiu nuk rritet vetëm nga prindi, por fëmiu ndikohet shpesh edhe shumë nga rrjetet sociale, nga mediat, nga telefoni, nga shoqëria dhe mjedisi ku jeton e vepron. Por pikërisht për këtë arsye, bashkë për këtë arsye, unë edhe ti sot duhet kemi rol shumë të veçantë si prind, si model në radhë të parë për fëmijët e tonë. Nëse prindi mungon si shembull, boshllëkun e tij apo të saj e mbush diçka tjetër. E Allahu na porosit dhe thot në Kur'anin fammadh: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju besimtar, o ju prind, ku anfusakum wa ahlikum nara, rune vetveten e juj dhe runi fëmijët e juj. Kujdesuni shumë, fëmijët tonë nuk kanë nevojë për prind perfekt, sepse nuk ka prind perfekt, por ka nevojë për prind të sinqert, që në vazhdimsi I bëjnë përpjekje me jetu me identitet dhe me jetu me parime. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam po falej një ditë, 2 nipat e tij, Hasani dhe Huseni, I kishin hyp në qafë, në shpinë, sa që e vënoj shumë sejdën, e njëri nga fundi u frigu, tha mos vdeq mëre ky njeri apo s'mu, e ngriti kokën. Kur e ngriti kokën, e pa profetin Muhammed, 2 nipat I kishin hipën sipër, në shpinë dhe lëshin, sa që kur përfundoi namazit, disa I thanë, çka ndodhi ja Resulullah? O tha, nipat e mim kishin hypë shpinë, nuk pata dëshirë dhe nuk do isha me u aprish lojen atyve, gëzimin dhe lumturien. Neve shpesh kur të shohemi në xhami fëmijë, çka ka lyp me arë po sjellët po çu, o ngret no luni, lozni. Fëmiu nuk ta prish namazin, nuk ta prish qetësien, le del përpara, nuk prish punë asgjë. Përderisa ka diktator të ktill, rinia jo një ditë shumë frek kanë më na mungu në për xhamit e tona. Profeti thejke, se cili prej jush është përgjegjës dhe se cili do të pytet për atë që ka pas në përgjithësi. Nuk ka dhurat më të mirë, thejke, që mund t'ja dhurash fëmijët, se sa edukatën e mirë. Butësia çdo gjë e zbukuron. Edhe nëse jemi të budh dhe të mëshirshëm ndaj fëmijëve tanë, besoni që kemi me I zbukuruan ata. Dhe krejt në fund, 3 thënie nga ulemat e ndritshëm. Imam Shafiu thot, kush nuk e edukon vetveten, nuk do të mundet me I eduku edhe të tjerët. Unë kam përpara shumë mësues, drejtor, studenta, dhe këta e din, shumë mirë e din. Nëse e keni marrë në shkollë një punëtor që I mungon edukata familjare, ai mundet me pas këtë mahallën e për me full, ama asgjë nuk ka efekt. Edukata, dashurit e mi, edukata. Imam Kardavi thejke, familja në shkollë e parë, dhe prindrit janë mësuesit e parë të moralit dhe të besimit. As një institucion nuk e zaventson shembulltyrën e babës edhe të nanës. Dhe Imam Gazali thejke, fëmija është amanet tek prindrit e tij. Zemra e tij është e pastërt dhe e zbrazët. Pranon çdo formë që I jepet. Si ku ato pemt, ka t'i shurtojmë, si dojmë ja japmi orientimin, edhe fëmijët e tanë, nga fëmijëria o a japmi të mbarën udhëzimin, formimin dhe të ardhmën e tyre. Allahu na përdorët për hajër dhe për të mirë.
Allahu na bëft prend model për fëmijët e tonë, e Allahu na i rujt e vladët e tonë, walhamdulillahi rabbil alamin.